Shikues të dashur, mirë se erdhët në emisionin tonë në Kerr. Sot me neve është ish komandanti i zonës operative të Karadakut, ish deputeti i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotëri Ahmet Isufi. Komandant, faleminderit që pranove ftesën tonë më kanë me neve sot në Kerr në emisionin tonë. Me nderë qofshi, faleminderit edhe për ftesën. Kënaqësia është e jona. Kërkojmë falje se të kena shkput pas aktivitetet të fushatës, tash e keni ngarkuar, po na foka jone dhe juve është që kësa herë edhe kështu e kemi nis në aktivitet jemi edhe tash, ka po flasë. Po, tash jemi të shku për rrugës për aktivitete, faktikisht. Komandant, qysh nisni ditë e zakonshme jotja faktikisht? Dita e zakonshme nis herët mëngjes. Gjithmonë e ki këto? Unë kam rem prej student, në burg, në ushtri, gjithë disciplinë edhe gjithmonë në ora 5 unë jam i qutë. Para se me lind dilli, gjithë vetë dimën? Gjash që s'u mze kur, veç me konë nëj gjare që dojnë mëngjes rrimë, për ndryshe, gjithmonë herët. E sa orë gjumë vi banë zakonisht? A vjen herët me fjeta po? Nja 4 orë 5, kur ma shumë. Që sa ku kjo rutin kështu? Prej studimeve, që majnë men, kur gjatë nuk kam pjetë, do më thonë dikun 5 orë. Ma shumë se 5 orë rallë ka ndodha? Rallë. Wow, kjo është, zakonisht kom dëgju që ka njerë që flenë qëtu 4-5 orë, po unë e kom provu, po thëmë, një javë e kom provu dhe s'kom ujtë, po e nala. Ja, është sistemi kur e kryon njeru, edhe bët pjesë e jetës, e disiplinës edhe mbetesh ashtu, dhe më thonë. Tamam. Zakonisht, a jeni edhe njëtë përdishme kështu i qetë, që shë njofëm në? I qetë, në situatat qeta, po kur janë situata ma të ronda, normal që njëri del pak edhe me agresivitet, po rallë ndodhë shumë, për shkak se atëherë kur është dasht me qenë i kujdesshëm, edhe në komunikim me njerëzit, e dihet kur ju më konë luftë, është dasht edhe tonin pak ma të madhë dhe interesimin për me pas disciplinë, rregulle. Po, zakonisht i qetë, i marrë gjanat shumë ma normale. Po, kur ndodhë najherë më u bo nervoz, për shkakun, se këtë pyetje shumicës edhe pja bëj, cila është ajo që e qetëson komandantin? Me çka e qetëson veten zakonisht kur të bësh nervoz? Shumë rrallë ndodh, tepër rrallë se edhe tjerët më thonë ashtu. Po kur bëhem nervoz, mundona me kuptu dhe tjetrin pse është ndryshe, edhe mundona me arsyetu, edhe nëse s'është shumë i arsyeshëm mundona me kuptu. Po me gjithat ma qete kam jetën, dhe më thonë, i marrë gjanat pak ma me relax. Unë e kom një, se nuk e di që është shumë rast specifik, ka njerës që kur po bëjshin nervoz, po fillishin me hangër ushqim. Pi nervoz dhe më qelet apetitja, kupton? Unë nuk e kam. Ti këto se ki? Unë tërprejtët apetitja. Po, me kohë që ka të redejës, nuk mund me hangër. Tamam. Kështu udhtimen me veturë, bje me udhtu shumë? Po, udhtaj, zakonisht. Kam edhe prej kohës hershme të luftës me shofer, po ditëve të vikendit vozis vetë, edhe ndo një rast kur është familjar, ta marim shembull, privat, atëherë voziti vetë. A je marakli kështë për me vozit, apo për tënë? Jo, marak e kam me vozit, po shpejtësim për para e kom pas marak, tash si duket pak jëmë stabilizu, se ma herët dhe më thonë e kam te kalu ka njerë. Ki te kalu shpejtësim? Përmendër kje shofer prej kohës luftës, e ki të njëjtin shofer, apo i ke ndru shoferat? Njëjtin, e kam prej kohës luftës, madje edhe një tjetër e kam pas sa kam qenë ministri, e tash janë shok, po na ka liruaj, e tash jam me një vlla dëshmori, i cili prej luftës jemi bë bashk me vllaun e tij, dëshmor, shumë një nga luftarët e parë, Shpendi, Bastri Canolli,
E vllajti Ilmi Calolli me Ilmi unë jam tankon. Prej kohës luftës, domethënë. Ndoshta më shumë se me familjen time jam me Ilmi për shkak se shumicën e kohës jemi në terren në punë. Okej. Zakonisht në vetur tash kur do të thoni, çka preferon, çfarë lloj muzike apo dëgjon muzikë që apo? Dëgjoj muzikë. Kush është muzika jote e preferuar që e ke qef? Po tradicionalja që është, domethënë folklori. Okej. Dervishaqen e kam prej atyre mat preferuar, Ram Bllacun, Salin Ferizin, shumë ata që janë absot. A ke mujt më të ndërprej? A ke mujt kur ke filluar me dëgju këto muzikat folklore, sidomos Sali Ferizi për shembull, me kuptu tekstet tamam që thojnë apo me kalimin e kohës me kalimin e kohës i mëson. Tamam se unë për vetes më fillon s'mojsha. Me kalimin e kohës kur je i pasionum, se dush me qenë pak me hyn botën e këngës tyne, edhe ngjarjet të cilat i përshkruajnë, atëherë fillon me kuptu edhe tekstin krejt. Po dëgjoj edhe muzikë të lehtë, do të thonë sidomos ato që kanë qenë argëtuese, popullore, po zhanre të ndryshme, po që më pëlqejnë shumë. Po besoj që këto muzika që i ndëgjojnë shumica të rive nuk i preferon. Repin e preferon? Po, e preferoj ndonjë që ka tekst mirë, se ka dhe prej atyre që kanë tekst mirë. Për shembull Gollajgjin e ndëgjoj shumë se i ka edhe këngë patriotike, po që janë të kombinume e që e përbëjnë një kolorit të muzikës që është e mirë. Po, është i veçantë Golden këtë lamin e hip-hopit faktikisht, me mesazhe që i përcjell. Komandant, unë po thirrje komandant faktikisht. Ku jeni më mirë si deputet, në qeverin, në luftë? Titullin më të mirë që ma përmenda është komandanti, sepse është një herë vjen njëtë më komandant. Ndodhë me qenë ushtari i adheu tanë, kur e ka kërku nevoja, edhe me vedijet plot, komandant më kanë bë tjertë, se nuk janë bë vetë, po pajtimi i tjerëve ka qenë. E je ka një emrum për shokëve, po thumë? Po, pa tjetër, sepse vetë nuk mund bërë, për shkak se mundet më së pranojnë, po me konsenzus në 4 komunat që ne kemi operu në Gjilan, Viti, Kamenic, Novobërd, kanë qenë teritorin cilin kemi vepru, e që në fakt unë jam shumë falendrus për gjithë ushtarëve, për jeprorëve cilët edhe me përfundimin e luftës janë do të kënaqur me udhëheqjen, me gjithë ato që ka qenë përvojë e vështirë në luftë, po për mendimin tim ma e kuptim të jetës time është ajo pjesë, për shkak se liria ka ardhur pikërisht përmes asaj sakrifice edhe atij përkushtimi për liri. Tamam. Zakonisht, domethënë, a e preferon? Jo a preferon, po cilën e kishë zgjedhë me pas njerëzit dashni për ty apo respekt? Kjo është pak problem me i ndonë faza, por për shembull ndërtimi i shtetit për mua ka qenë obligim pas uniformës. Nuk ka qenë letë munda prej uniformës, se është emocionale, është diçka që të ka vesh me kuptim, po që kur e kam pa të arsyeshme që duhet ndërtohet shteti, atëherë kam kalu në politik, edhe për mendimin tim ja ka vlet, për shkak se në qeverinë e parë kam punu si ministër i punës edhe mirëqenie sociale, që janë vu bazat e para të një ministrije, në qeverinë për kohë qeverisë, Bajram Rexhepi. Bajram Rexhepi. Ka qenë kryeministër. Kam vazhdu me kryeministrin Ramush Haradinaj, me cilin kem vepru po ashtu në 100 ditë e para, e ardi që Ramushi ka dhënë dorëheqje për shkak se është obligu që të shkojë të përgjigjet drejtësisë në Hag. Unë i vedishëm se Ramushi do të jetë i pafajshëm edhe në gjykat, edhe për shkak luftës drejt, sepse e kemi vujt gjithë në edhe e kemi ditë, kam dhënë njëjtën ditë dorëheqje.
Bashkë me Ramushi kur jam solidarizu me Ramushin për shkak të vendit që po bëhet një padrejtësi, jo vetëm ndaj tij si individ, po ndaj Kosovës. Një prej vendimeve që nuk i ke ra pishman besoj asnjëherë. Nuk i kam ra pishman, përkundrazi, jam shumë i kënaqur që ka ndodhur ajo që kam thënë unë, që atë ditë kur kam dhënë dorëheqje, është i pafajshëm, do të dalë fitimtar edhe do të fitojë drejta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po në vendim që e ki bën gjatë karrierës tonë e që sot nuk e kishe bën. A ka diçka që i ke ra pishman? Nuk di ndonjë vendim që i kisha ra pishman, edhe po t'isha kthy, vetëm gjë që ndoshta do t'isha pendu nëse nuk do t'kisha vepru, për shkak se edhe kur kam vepru në ilegalitet viteve të 80-ta, në gjykat, kur më është kërku që të deklarohen para gjykatës atëhershme, se ka qenë Jugosllavisë, e Serbisë, kam thënë pendohem vetëm që s'kam punu më shumë për me mri qëllimin e shpalljes të Republikës Kosovës. Edhe farë pasoja? Kjo normal, i ka pas pasojat e veta se u rrit dënimi. U rrit dënimi veç për deklarat? Po, është shtu dënimi. Tamam, për shkak se unë kur kam hyrë në gjykat para publikut, që ka qenë prezent aty, familjet e të burgosënve, gjyqtar, prokuror, polec, kambrorit, rroft Republika e Kosovës. Në sallën e gjyqit? Po, edhe për këte kur më kanë tirë, pastaj në udhbe pse e kam prish rendin gjoja qetësim publike, më kanë thënë që 2 vjet plus i ki vetëm për këtë gjest që e ke bënë gjykatë. Faktikisht, kjo është që na si tri edhe popullish në përgjithësi këto detaj nuk i ndjen komandant, nuk e di pse nuk jeni kanë jo ndoshta jo po edhe bashkëtorët e tu e shokët e tu me qitë në pak këto veprime në fakt. Ndoshta jemi tregu edhe modest. Po modest, më mendoj që pak si tepër. E vlerësu se ta vetveten, po që nga njëherë kur bje fjala sikur sot që jemi duke diskutu, atëherë bën me shfaq do elemente të cilat ndoshta në publik nuk i kemi thënë. Po padyshim se për shembull na po flas për rinin. Shumë aktet që i keni bërë për shembull si ju si shokët e ju, na nuk i dina. Edhe tani na po rritemi me ndoshta me propaganda për një pjesë shokëve të ju. Po të bëhem real, unë nuk e kam ditë që e pras lirin. Se ka qenë kohë e vështirë për të kuptu se do të shkatërrohet Jugoslavia, edhe pse në tërkohën kemi thonë që është krijesë artificiale, në kurrizin e popujve të shtypër atëherë sidomos shqiptarëve, edhe kam thënë gjenerata tjera e mrrin nëse na punojmë këtë drejtim, siç kanë punu gjenerata tona e që se kanë përjetu lirin. Edhe jem nis me besim përfitore, po nuk e kem dita do t'jem ne gjenerata, sikur që nuk është ditë fati jonë, edhe personal. Po njeriu jeton me besim, jeton me vizion që ja përcakton vetit, edhe gjatë rrugës i sheh frytet e asaj pune që ka bërë. Edhe me e rrumullaksu krejt këta, kur është dasht me i zbatu në praktik gjitha ato që kanë qenë ide e mendime, ju kanë përgjegjë. Do më thënë, jo vetëm që të mendosh për të mirën, po edhe ta vesh edhe vetën në dispozicion, edhe me jetë për të arritë qëllimin. A ki ndonjë rast gjatë luftës, për shembull, ose në ilegalitet, që me të vërtet nuk ka dalë pa halo, që mundesh me na shpalos në rast emocional diçka, ose në rast rrezik diçka gjatë karrierës tonë? Për shembull, mund ta përmendi diçka si ekskluzive, mundesh me na dhënë për shembull. Rasti, ta marrim shembull pasi që kisha bën 9 muaj hetime, se aq kanë zgjat hetimet me grupin cilin jam
akuzu. Një legalitet, po. Grupi Albanikos, po. Okej. Kemi qenë 14 vetë të akuzuar, me Min Krasniqin në krye, një profesor shumë i nderuar. Edhe unë kisha përfundu vendimet ato akuzat që më ishin bërë dhe kisha ardha këtë akuza e gatshme për gjyq. Okej. Edhe në moment një mbrëmje më thrasin nudbe, do të thënë natë, ka qenë diku ka ora 1-2 natës. Jo. Edhe më thonë që harroj letrat, harroj parullat, harroj librat e literature që ka qenë ilegale, se tani ki mu përgjegjë për terrorizëm, për shkak se ti je shërbyj edhe me armë. Kjo është në vitin 1983. Nuk isha ide se prej nga, megjithëse e disha që kisha marrë armë, po nuk isha ide kush që ka ndodhë. Edhe ndërkohë nuk më tregojnë aty, po më thojnë do të shkosh në Beograd, keme të qu për shkak se ti je marrë edhe me armatim, e që kjo do t'jetë pasoj e akuzës për terrorizëm. Edhe atje pastaj e kam kuptu që pas kanë rënë në burg, Zia Shemsiju, indjeri që ka vdek në burgun e Cezës Beogradit, dhe Sami Kurteshit cilë kanë pru armë në Kosovë. Okej. Edhe kjo ka qenë një goditje sepse unë i kisha krujt për hetimet e për zdyt, dhe më thënë theshin hetimet, kjo ka qenë ma e rëndë, por që unë nuk jam tërheq prej asaj që ka qenë ide e konceptit për realizimin e Republikës edhe me armë, dhe në gjykim kam bajt qëndrimin që i takon Kosovës, Republika, dhe nëse jo me paq, atëherë me luftë do ta fitoj. Cilin vete ra në burg? Në prill 1983. Si student i vitit 2. Okej. Sa vite ndajtë në burg? Sa vite i mbajte? 8 vjet jam dënu, 6 vjet i kam majt. 89-ën jam liru pastaj se fillun këto organizimit e protestave, demonstratave në Kosovë kundër Miloševićit, se Miloševići e suprimoi edhe autonomin, edhe në qatë kohë pastaj jam liru. Prej burgut në demonstrata drejt për drejt. Tamam. Po e përmende kohën kur je shkput prej uniformës faktikisht kur ke hyrë në politikë. Po mos të hyrë në politikë. Mos të shtë kanë armet i sufi politikan, qka do të ishte? Do të kisha punu në arsim, se dhe ashtu letërsin dhe gjuhën e kam studiu në kohë, e që orientimi do të kishë qenë që me eduku brezineri për mes letërsisë dhe gjuhës shqipe. Do me thonë, në atë kohë e kanë studenti gjuhës dhe letërsisë? Po. Se jo që po e thamë tash faktikisht publikisht, po jeni prej politikanëve të rrallë që e keni oratorin standard nal. Unë kur e kom pa dhe një video të tregova pas përfundimit të luftës, ku i drejtoheni masës, unë faktikisht që më habit, se është edhe një imazh i mirë edhe për ushtarët, komandantët që pjesëtarët të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës kanë qenë edhe të shkolluar, edhe kanë qenë edhe orator, edhe të dishum. Po tep si kompliment, apo kupton? Mirë po e vlerësoj shumë tash pe kuptoj pse faktikisht Ahmet Yusufi ka oratori, pas ka qenë në letërsi. Prej fëminije, duke qenë antari një familje që e ka urrejt pushtetin Jugosllav, edhe me ato që kanë qenë tregime në shtëpit tona, kanë qenë frymëzim për shkak se kur është folë për shembull për Mulla Idrisin, për Gjon Sereqin, për Metush Dajkovcin, për Recep Shqipashnicën, për Mehmet Malën, për shumë Recep Berishën, mu ka frymëzu ajo rrugë, edhe pastaj kur je në atë drejtim,
detyrosh edhe të lexosh edhe literaturë. Çka është shumë interesant, në shkollë kur shkonim, atje na delte një histori tjetër. Me Titon, me Borën e Ramizin, me komunistët, ndërsa kur vija në familje, bëhen një bisedë për kryengrecit tjerë, do të palën e kundër, e që njeriu për nga gjeneza, do të thonë, i beson familjes, i beson asaj që është, do të thonë, e natyrshme brenda rrethit. Edhe kjo ka bo pasaj që ta urrejmë pushtetin atëhershëm e të aktivizohemi një legale. Tamam. Çfarë literaturë preferon halo leximin? A lexon halo? Lexoj ende. Ase më mençeni po tash politikan që lexoni po. Jo, tamam puna tash obligimi është edhe më i madh që ti jesh më i përgatitur. A vlen për juve kjo thonja, kjo pyetje për shembull afër shtratit, telefonin apo librin? Shiko të dyjat, se edhe pi telefonit vështirë munda. Okej. Po tash është e mirë se edhe është digitalizu, domethënë mënyra e të lexuarit, por drejtën them më pak se sa për para, për shkak se tani jeta më dinamike, teknologjia ka rritur shumë, lajmet e ndryshme dhe politikanin më shumti që domethënë e obligojnë janë njoftimet, lajmet e reja, ajo çka po ndodh, edhe koha për lexim kështu domethënë më natyrshëm sikur përpara, tash është pak më i reduktuar, për shkak se nëse ke interesim për ndonjë roman, për ndonjë vepër, për diçka që ka dalë, gjen më njëherë në internet. Cili libër ju ka bërë përshtyp më shumë dhe që ndoshta e kishe propozuar dhe tjerëve? Prej literaturës, domethënë që unë kam lexuar më shumë është Ismail Kadareja, prej atyre domethënë që më ka bërë përshtypje, po për ta ditë atë traditën e shqiptarit. Edhe mënyrën e tjetuarit shqiptarit, prilli i tyre është një prej romaneve që më shumë më ka bërë përshtypje për shkrimi i natyrës së një shqiptari. Tamam. Pastaj ka edhe veprat e tjera që janë po kjo më shumë dekur, Dimri i Madh, plot vepra tjera, po prilli i tyre diçush më ka lënë kujtesë shqiptarin i cili e ka një jashtë më shumë se sa tjerë, për shkak se gjithmonë një pushk ka qenë krahun e shqiptarit, e që Ismail Kadareja përshkruan sikur një jashtë më shumë se sa tjerë. Tamam. E pas ka përshkruar ashtin faktikisht ka pasur për pushk. Figurativisht. Po. Po komandant, realisht pse u kyçet në politikë? Me tregu pse. Apo kush ju shtyni? E tregova që kam jetuar në një familje që ka pas ngjarje, domethënë rreth fshatit ton, 5 vjet më dha Idrizi ka ndajt në fshatin e Upërit, po, në Gjyrëshec, familja e Syl Gjyrëshecit. Jo, pas në të flaskën çdo detaj atje. Pastaj gjithmonë janë marrë me këtë histori, edhe me historitë e luftës Kikës, Veleglavës, luftës Gjilanit. Këto më kanë bërë pastaj me u edukun këtë frym, por si idhull të rrugës liris, ideolog ka qenë Kadri Zeka, me të cilin kemi pas edhe lidhje familjare. Madje motra ime ka qenë e martuar për Kadri Zekën, pastaj Recep Mali na kemi pas herojin që na ka frymëzuar shumë për ato që kemi ndëgjuar rrëfime. Po shok i pandashëm deri në momentin e rënjes e kam pas Nohi Berishën, me cilin kemi nda ditë e natë angazhimet tona ilegale, që për mu, domethënë, njeriu më i afërt i jetës time që ka qenë në ilegale ka qenë Nohi Berisha, që ka qenë një organizator i jashtëzakonshëm, e që bashkë me Recep Malin kanë ra ashtu si që janë betu, që do të bimë për liri, edhe krismat e para në Kosovë, nështë pas luftës dytë botërore, në një rezistencë që me paralajmëru
edhe një luftë më të madhe si që është lufta UÇK-s, kanë qenë Recep Mali Berisha e Vranjevci dikur shumë sot e ka emrin Kodra Trimave pikërisht për shkak të heroizmit tyre. Pse bashkë me Ramushin? Jeni prej bashkëpunëtorëve të tim më besnik që unë i njoh. Prej rrugtimit të para kur keni fillu dhe ende je me Ramushin, krah Ramush, ku e keni edhe motën tash të fushatës krahteje. Po. Deri kur Ahmet Isufi krah Ramushit? Me Ramushin jam njoft në luftë. Domethënë na ka rastis me u taku në shtabin e përgjithshëm, po që unë kam njoft Ismail Haradinën. Si Ismail, pa? Ismail Haradinën më herë? Agjen e tij. Agjen, po. Domethënë që ka qenë i Burgosun e net, Burgosunit jemi njoft gjithë mes vete. Tamam. Edhe më ka bë përshtypje si një patriot i vendosur. Pastaj kur kam pa Ramushin në luftë, mënyrën që u ka qas luftës ka qenë shumë motiv për mu me u bë shok krah i luftës. Edhe kur ka përfundu procesi i demilitarizimit edhe i transformimit UÇK trupat mbrojtëse të Kosovës, në një bisedë me një kafe, ka një kafe kemi pi, kur më ka kallëzu motivin pse duhet me u kyç në politikë edhe do me kriju një parti, i kam thënë me dy fjalë në mirë me vesh, unë jam me ty, nëse hyn në mes, sepse ishin polje të acaruara LDK, PDK, edhe mu ka dash mi thonë që goditjet kemi me hangër prej 2 anëve se kemi me ju hin hise. E se në kanë me përballu se në elektorat që kjo është, domethënë që kjo popull. Veç ma shumë keni hangër kritika prej krahit luftës. Po, prej 2 krave, po megjithatë, neutralizimin e skenës politike dhe pajtimin që shqiptarët mund të bashkëpunojnë në zveti, ka qenë qeveria e parë të cilën Ramush Haradinaj ka thonë veç mi jep një 2 ministri cilat dëne e hymë bashkë, sepse bota duhet me kuptu që shqiptarët mujnë me kriju institucione, mujnë me bë shtet, mujnë me shpall pavarësin, mujnë me kriju ushtrin, mujnë me hynë NATO, mujnë një vend, do më thonë, që pretendon me qenë si vende tjera. Edhe kjo deri tash ka ndodhë, vetëm edhe NATO do t'jemi në qeverinë arshme. A të shkojmë nalt a poshtë? Bën nalt shkojmë. Okej. Dhe më thonë, a i ke menu në herë më u pensionu me lanë Ramushin? Nuk besoj, shkaku që ka rrugë ende, edhe unë jam prej atyre maratonistëve që nuk janë nisë në stazat shkurta, po ashtu si që ka marrë pjesë në gjitha proceset që ka ndodhur në Kosovë, që nga fillimi, e deri tani nuk i kam ndërprej aktivitetin tim, e nuk do të ndërpres deri sa të mundem me vazhdu me i kontribu vendit tim. Këto tash zgjedhjet që po pritet të mbahen me 28 tetor, jeni me numër 17 apo? Po. Çka presin qytetarët nëse nesër Ahmet Isufi zgjedhet deputet? Cila do të jetë ligji apo iniciativa e parë që do ta shtyjë? Një herë po tregoj që numri 17 e kam zgjedh si shenjë e 17 shkurtit. Apo është kara? Jam nënshkruesi pavarësisë së Kosovës. Tamam. Edhe kam menduar që është numër me fat. Edhe për të ardhmen, unë mendoj që puna e parë që duhet bëhet, me që kam qenë edhe në sferën e sigurisë i kyçur, angazhimi im do të jetë më shumë në ofrimin e mundësisë e kyçjes në NATO, sepse sigurohen gjeneratat e ardhshme, fëmijët tanë kush i avdon të mirën, fëmijëve të vet e përkrahin Ramush Haradinin për shkak se ka besimin e bashkisë ndërkombëtare, e që gëzon një reputacion në qarqe ndërkombëtare, sidomos ato amerikane, për të afru Kosovën në NATO, dhe ky do të ishte mision shumë i shajt për mendimin tim, për shkak se sigurohet Kosova dhe nuk ka nevojë pastaj me fol as për territor, as për probleme me Serbinë, sepse atë ditë që Kosova të jetë pjesë e NATO, Serbia do të detyrohet dorëzohet para
realitetit të ri në Kosovë. Shpresojmë që të bëhet ashtu që shtoni ju, edhe shpresojmë që thash realisht ju shohim nesër në kuvend. Faleminderit. Urime shumë suksese. Faleminderit shumë. Unë jam ai që kam qenë, nuk ndryshoj. Gjithmonë ju njoh kështu. Faleminderit. Shikues të dashur, kaq për sot, shihemi në emisionet e tjera.